Mirë mbrëma. Unë jam Zin Nikolli, njësia 8. Vin nga ato shemjet e famshme të njësisë 8. Po unë po filloj ne nga fundi. Ne edhe dona pushtetin, edhe dona paqësore. Ka diçka një kontradikt, me Tiranën se fitojmë, me Tiranën nuk bahen. Elektorati është i paqartë. Jo unë, po elektorati, ne përcjellim zonën e elektoratit ku vim tonë, nuk përcjellim personalisht tonë. Edhe, po i referohemi historisë, ato kanë marrë 24 në pushtetin me dhunë, edhe kanë marrë 50 vjetë. E kanë marrë 97 me dhunë, me luftë, edhe kanë marrë 8 vjetë. E kanë marrë 2013 po me luftë me dhunë. Unë jam kundra dhunës personalisht, jam pacifist, por e kanë marrë 2013 me luft, edhe ka 13 vjetë edhe nuk po dim se sa do majnë. Pra, ata kanë marrë me pushke, me dhunë, edhe e majnë pushtetin. Ne e marrim me paqe, e dorëzojmë me paqe edhe s'merret vesh kjo punë. Dehet ka lejtë zgjedhje tonë. Zgjedhjet atje ne si kanë vjedhë si herë. Nuk po tham për një diferencë vogël, por që fakti që kena fituar gjithmonë nga 55 deri në 80% tregon që këtë qenë Mihel nuk i kanë vjedhë votat sepse i kena ruaj votat. Jo se s'kanë desh me i vjedhë ata. Edhe jo se nuk na kanë sulmu ne. Por fakti herën e fundit paktën që kam vure një diçka unë, është që një pjesë atyne Mihal që kanë qenë në komision edhe pjesë e vëzhguesve kanë qenë të padenjë për të qenë në komisione, sepse jo që nuk kanë dhënë votën kur, por kanë bërë dhe fushat kundra Partisë Demokratike. Ti ma foto edhe në komision vota ka edhe një problem thelbësor si mas menës teme dhe si mas asaj që kena njek të 35 vjetë. Edhe në momentin e fundit njeriu ndron. Por kur unë shoh përballë atë që më ka bën fushat kundra meje, kur shoh përballë atë që ka votu kundra meje, që ai me merr kartën e identitetit për me pa kartën time të identitetit, nuk e di, vjen një moment që them atë votoj mos të votoj Mihel për ata që jam nis. Ky është një problem thelbësor. Edhe një problem tjetër. Dona kandidatin për kryetar të Bashkisë të Tiranës. Nuk mund të presim në fund. Ose nxirreni, ose Mihel hiqi dorë ta marrë Florian Bina. Nuk kena punë me Florian Binën ne. Ne e dona kandidatin politik. Nëse na bin Florian Bina e kompani me Florian Binaj, unë për vete i pari nuk e votoj. Faleminderit.